Apo na luajnë ato bicikletat tani? Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqetër. Cila bicikleta? Ciklistat atje. Kur do bëhet presidente? Qa kanë s'po të kuptoj, qa kanë bicikletat? Ciklistat e? Ciklistët italian? Ciklistat e ruta atë bulevardit. Aty kja shumë jeme. Ku ishë? Atyre, ka ciklistat. Te ka ekrani atje? A Saliu i kam lëth ata? Kush i kam lëth? Po kush i kam lëth? Qa peti atje? Tirana Europiane, Shqipëria Europiane. Kjo është Tirana dhe Shqipëria Europiane. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqetër. 27 shtete, nuk e thëm pak. 47 shtete që erdhen këtu dhe ne i kemi respektuar me një stand. Me një stand. Jo, i kemi vlerësuar me një stand 1-1. Sa ishte ai ekrani? Një ekran aq i vogël. Kjo është Shqipëria Europiane thonë ju? Unë kom pa televizor që thotë Shqipëria Europiane. Ti sa po e thej që unë e pash ishte një ekran aty thë me bicikleta. Ishte vetëm një ekran 1-1 apo jo? Po ishin ata bicikleta luajnë atë në flisë një atje me ato pëllon. Mos ndoshta duke qenë se erdhën 47 shtete në Shqipëri për të bërë ciklizëm. A mos ndoshta duhet të kishin pak më shumë vëmendje? Ore ti po thu Saliu bë president. Do bëhet, thamës. A do bëhet? Për herë, po, do bëhet president. A do bëhet? Do bëhet. Do bëhet, ha. Qen. Mos e marrë menja për petlla, a i ngorth. Kaq komo. Kaq. Respekte. Qen, mos e mbajnë menja për petlla. Igim. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqetër. Shala atëre, por mori votat e Çambet. Mori votat e Çambet. Mori Çambet sa më ka fol baba për Çamrin. Po merrte vesh Rama Berisha ishte rronte delet në Tropoj. Rama jati Shaliut. Rronte delet more. Jati Shaliut ka pas emrin Ram Berisha. Ai stinte shkollë nuk dinte bla. E se të koj veta ndëja, më ka fol baba për Çamrin. Ka fol baba për Çamrin, thoshte. Çambet erdhën 2 senatën, i përduri Greku. 2 senatën ka shumica e Çambet. Edhe i vendosën në Sarand, në Vlorë, në Fier, në Rogozhi. Kjo ishte pozitive apo negative, ardhja e Çamve në Shqipëri? Ajo të regoj që Enver Hoxha nuk ka qenë kundra shqiptarëve. Do të kuptosh, i mbrojti, hapi kufit. Ta shikur të gjoj jonë Çamin nga Fieri, pa marrë nga Fieri, ose Elbasan e njohë më mirë. Ti ishe pa toke, nga dole i djathti. A di që të darësh i djath. Të kesh prana, të kesh fabrika, kuj këpate ti? Ti erdhe të strehoj Enveri. E dole ti me të, o më ta, Çamët vjetë ko. Atyre nuk kemi një analizë të sakne. Pra ju thoni që Çamët nuk meritojnë toka prona. Këta janë njerëz që bëjnë gjithçka për të marrë pushtet. Të varosh, tu e mua bashka i, këta loj tipash. Edhe këta nuk drejtojnë do të shtet. Gjithë për pushtet vrasin sot? Nuk është për pushtet. Edhe ti për pushtet, po të kesh pushtet, do kesh atë hapësirën tënde. Ti mund ta kërkosh pushtetin, po pushtetin duhet ta kërkosh, a i shërben njerëzit? Po si shërbeu njerëzit, a i shërben 5 individet? Tani Greqia i përzuri Çamët. I përzuri Çamët nga toka e vet dhe i solli në Shqipëri. Dhe Shqipëria u hapi kufit. Ç'a ndodh me tokën Çame? A duhet ta marrë Shqipëria tokën Çame apo jo? Shiko, dhe këta të kenë tokën e vet. Ata se mi qikshon, në kohën e turkut ne kemi qenë 4 vilajete. Shqipëria është shumë e madhe, se bëjnë serbët edhe grekët dhe gjithë ato. Vilajeti më i madh ka qenë i Kosovës me 33.500 km². Vilajeti i dytë ka qenë i Manastirit, që merr edhe Skopin, shkon deri në Selanik. Ishte 21.700 km². Shqipolis, vilajeti i tretë ishte i Janinës, 16.800, ku ka qenë Ali Pash të Belena. Edhe vilajeti i katër ishte i Shkodrës, 9.700 km², që vjen dhe Albani, ne e kemi marë, sepse janë Albanët, se janë fiset albane, janë Kaonët, janë Mollosët, janë Dardanët, janë, do më thëmë, marrin fiset gjitha aty. Atere, këta bën një luftë të ashpër kontra Shqipërisë.
Shqipëria u coptua. Në ato kohë, kur do merte Korçën, edhe atë, Parisi i vogël që thonë Korça, doli Republik Autonome që mbrojti Shqipërinë, që nga presma dhe vikteja. Sepse edhe minoritarët kam punuar ke belerët e Delminët e të Libohovës. Pa i Konica, është nga Konica, janë shqiptarë, shqipolët. Do me ke pash, deri në Prevez. Greku vori reprezialje, duke i shtuk gjuhën. I shtuku gjuhën. Edhe do më thënë edhe burin atë. Ne këtu kemi gabuar, pse? Në konferencën e Londrës, 1913, vajti vetëm e Sat Pash Toptani. Pse i ku e Sat Pash Toptani nga Shqipëria? Që vajti e vrau Amni Rusemi atje, në Paris. Sepse e tratoi popullin shqiptar. Vajtën 4. 3 tjerë nuk u bashkuan bashkë. Qofse Skënderbeu bashkoi principatat, në kohën e Skënderbeut të mbajti 25 vjetë Shqipërinë. Dhe Skënderbeun e nderon perëndimin sepse e mbrojti nga hurdhit turke. Se ka qenë perandoria më e madhe asaj kohe. Me tokën Çame, ç'a ndodh tani? Çama. A duhet ta marrë Shqipëria tokën Çame? A i takon Shqipërisë apo jo? Shiko, do të thotë që të bëhet luftë prapë. Vetëm me luftë. Prit, ajo do të bëhet luftë, po them në qoftë se futesh në Evropë, gradualisht dhe ata çamat atje integrohen në Evropë. E kupton? Edhe ti s'ke pse bën luftë. Dhe nuk na intereson lufta ne. Duke vajtë në Kosovë, duke pas tregtim me Kosovën, me Maqedoninë, me mal njerëzi, dojnë si mbledhur. E të pënë atë si e prapa, si Gjermani, si Francezi, gjitha. Gjoni quna. Kështu që është në atë. Çamëria deri në Prevez, ne vejmë deri në Prevez. Unë kam qenë në Pelopones. Edhe pas, më vdik djali në atë kohë, në atë dyshe, unë që një konferencë paqe në Athinë. Më vdik djali. Peloponesët janë me origjinë shqiptar, kishin traditat tona. Si që bënim në Shqipëri, me erdhen mua me vaj, me sheqer, me ty. Kopje në atë, sepse ruhet tradita. Po pra, sepse problemi është tu tani. Në Çamëri, me sa shofi nga media, nuk flitet shqip. E po e shtu ku gjuhën. Në Maqedoni, Kosovë flitet shqip, Malzi flitet shqip. Ja, ta themon, 1821-shin, Greqia mori pavarësinë. Atëhere, Greqia mori 1821, 3 mars, edhe Flamorit, që u ngritë në Vlorë, është ngritë në Selanik, që u bashkuan në Mbretërit, edhe u ngritë në atë. Është pjesë e historisë. Ne e ngritëm 1912 erdhi Ismail Qemali. Ismail Qemalin e kanë ndihmuar austriakët. Austro-Hungarezët. Është edhe në histori. Është pjesë e historisë. Shkodra ka traditat që ka ato që kanë koncerte i Vienës e që thonë atë. Po ti bësh re katolikët e Shkodrës, janë të manit që për to edhe kanë atë Shkodrës, e thonë gjepi kulturës. Katolikët e Shkodrës janë shqiptar, apo jo? Po. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqetër.